Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Gjete dafine me vaj ulliri, sekreti që shëron çdo sëmundje. Ja receta. Dafina është një erëz lavdia e së cilës nuk shuhet kurrë. Me plot të drejtë, gjetet e saj kanë simbolin e lavdisë dhe vlerësohen anë mban botës. Gjethet e dafinës kanë përdorimin kryesor në kuzhinë, por gjithashtu ato kanë fuqi jashtëzakonisht të mëdha shëruese. Dhe kur këto fuqi bashkohen me vlerat e vajit të ullirit, ajo që përftohet është një recetë fantastike shëndetësore. Përpara se të flasim për këtë recetë, le t'i hedhim një sy të gjitha vlerave kryesore të gjeteve të dafinës. Gjetet e dafinës janë efikase kundër dhimbjeve. Dafina qetëson sistemin nervor. Gjetet e dafinës gjithashtu stimulojnë edhe djersitjen. Kjo bimë forcon sistemin tuaj imunitar. Gjetet e dafinës përmirësojnë mirëqenien tuaj mendore. Këtë kur ju mund ta përdorni për të trajtuar variqet dhe dhimbjet e kyçeve. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 60 gram gjete dafine të njoma ose të thata, 500 ml ose 2 gota vaj ulliri dhe njëkohësisht mund t'i shtoni edhe rozmarin për më shumë aromë. Së pari, coptojini dhe shtypeni gjetet e dafinës, hidheni ato në kavanoz qelçi dhe mbulojeni me vaj ulliri. Ndërkohë, mbylleni kapakun fort dhe lëreni në një vend të errët dhe të freskët për plot 14 ditë. Her pas here shkundeni kavanozat e qelçit që të lejohet përzierja e një trajtshme. Pas 2 javësh shkollojeni lëngun me një nap të pastër. Vajin shërues futeni në një shishe qelçi dhe mbajini në një vend të ftohtë dhe të errët. Si të përdoret vaji shërues? Vajin me dafinë ju mund ta ngrohni në avull dhe më pas ta përdorni për të fërkuar kyçet dhe njëkohësisht gjymtyrët, migrenën dhe infeksionet e veshit. Nëse keni dhimbje të forta koke, aplikojeni atë në 2 anët e kokës. Dhimbja do të ikë brenda pak kohe. Si mund të pihet? Këtë vaj ju mund ta pini për problemet e stomakut, mëlçisë dhe oreksin. Mund të konsumoni një lugë gjelle në mëngjes esëll për plot 30 ditë. Kurën e përsërisni në rast se ju e ndjeni atë të nevojshme. Vlerat fantastike të vajit me dafinë. Sipas informacioneve, shumë ekspertë janë të mendimit se vaji i ullirit me dafinë zëvendësojnë aspirinën sepse arrin që të ulë temperaturën e trupit dhe gjithashtu ky vaj është shumë efikas kundër dhimbjeve të stomakut, zorrëve, probleme me mëlçinë dhe veshkat apo edhe për të përmirësuar oreksin. Ai rrit rezistencën e trupit ndaj infeksioneve dhe njëkohësisht forcon imunitetin. Këtë vaj ju mund ta përdorni edhe si një locion natyral për problemet me lëkurën, aknet dhe njëkohësisht pikat e zeza. Sipas informacioneve, gjetet e dafinës janë përdorur nga paraardhësit tanë në shumë mënyra të ndryshme, mirëpo në ditët e sotme, vlerat e dafinës përfshijnë stomakun, veshkat. Këto gjete kanë aftësi të detoksifikojnë trupin, ngadalsojnë procesin e plakjes, përshpejtojnë procesin e shërimit, mbrojnë organizmin nga infeksionet, mbajnë diabetin nën kontroll, përmirësojnë shëndetin e zemrës, të mbrojnë nga inflamacioni, të rregullojnë frymëmarrjen, të përmirësojnë tretjen dhe gjithashtu të lehtësojnë dhimbjet nga reumatizma, të luftojnë bronkitin, parandalojnë gripin e shumë të tjerë. Gjetet e dafinës vijnë nga familja Laurus nobilis, vendlindja e së cilës është me zeu. Kjo bimë hyjnore është e pasur me vitaminë C, vitaminë B dhe A. Kjo e fundit është një antioksidant natyral i cili njihet për vetitë e tij në mbrojtjen e shikimit, por edhe në mbrojtjen nga sëmundjet e këqija. Gjithashtu, dafina ka në përmbajtjen e saj një nivel tepër të lartë të mineraleve si bakri, potasi, kalcium, mangani, hekuri,
zinku dhe magnezi. Potasi gjithashtu ndihmon në mbajtjen nën kontroll të rrajeve të zemrës dhe të tensionit të gjakut. Hekuri është thelbësor në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Hekuri është thelbësor në prodhimin e qelizave të kuqe. Dafina dhe sistemi i tretës. Gjethet e dafinës kanë një impakt të fortë në sistemin tretës si diuretik, i cili ul nivelin e toksinave në trup dhe gjithashtu reagon ndaj helmimeve ushqimore. Përmbajtjet organike të gjetheve gjithashtu ndihmojnë me tretjen dhe qetësojnë një stomak të trazuar dhe zorrët tuaja. Dafina dhe frymëmarrja. Vaji i dafinës mund të përdoret për të lyer krahërorin dhe për të ndihmuar në problemet me frymëmarrjen. Nëse nuk keni mundësi që të përdorni vaj, mjafton që të zgjeni ujë me dafinë dhe kështu të shfrytëzoni avullin i cili do të lehtësojë dhe do të eliminojë të gjitha bakteret e rrezikshme të cilat gjenden në sistemin e frymëmarrjes. Por kujdes se përdorimi i vajit të dafinës i ndalohet grave shtatzëna. Përmirëson shëndetin e flokëve. Nëse do që të përmirësosh shëndetin e flokëve dhe të heqësh zbokthin, atëherë përdor gjethe dafine. Lagi ato në ujë dhe fërko lëkurën e kokës pas larjes. Përbërësit e dafinës do të heqin zbokthin dhe do të zbusin lëkurën e thatë. Dafina gjithashtu ka efekt anti-inflamator. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është se këto gjethe gjithashtu mund të reduktojnë inflamacionin në organizëm. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se gjethet e dafinës kanë vlera të jashtëzakonshme shëndetësore për sa i përket irritimit në zona të caktuara të cilat mund të jenë prekur nga artriti. Dafina gjithashtu ndihmon zemrën tuaj. Sipas ekspertëve, dafina dhe gjethet e saj kanë në përmbajtjen e tyre acid kafeik dhe rutin, dy elemente të cilat i japin forcë zemrës tuaj. Dhe ndërkohë, rutina forcon kapilarët e gjakut në zemër ndërkohë që acidi largon kolesterolin e keq nga sistemi kardiovaskular. Dafina ka efekt lehtësues, çlirues dhe qetësues. Trumza, borziloku dhe dafina kanë në përmbajtjen e tyre linalol, i cili është një element që ul hormonet e stresit në organizëm. Ndaj, gjethet e dafinës të ndihmojnë të qetësohesh edhe në momentet më stresuese kur ankthi është i lartë. Dafina gjithashtu është e vlefshme edhe kundër diabetit. Sipas ekspertëve, gjethet e dafinës kanë një lidhje direkte me rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak. Konsumimi i këtyre gjetheve ul rrezikun e sëmundjeve të diabetit. Vaj ulliri me gjethe dafine. Kura për të trajtuar varicet dhe dhimbjet e kyçeve. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 60 gram gjethe të thata ose të njoma dafine, 500 ml vaj ulliri, mund t'i shtoni dhe rozmarin për aromë. Së pari, coptojeni dhe shtypeni gjethet e dafinës dhe hidheni në kavanoz qelçi duke i mbuluar ato me vaj ulliri. Mbylleni kapakun fort dhe lëreni në një vend të errët dhe të freskët për 14 ditë. Her pas here shkundeni kavanozët në mënyrë që të lejohet përzierja e një trajtshme e tyre. Ndërkohë, pas 2 javësh shkullojeni lëngun me një nap të pastër, vajin shërues futeni në një shishe qelçi dhe mbajini në një vend të ftohtë dhe të errët. Vajin me dafin mund ta përdorni në avull dhe më pas të fërkoni kyçet të cilat ju dhëmbin. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.
Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.